Fondi Monetar Ndërkombëtar paralajmëroi se ekonomia botërore mund të përballet me rreziqe të reja për shkak të tarifave të vendosura nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sipas FMN-s, këto tarifa paraqesin një rrezik të rëndësishëm për perspektivën e rritjes së ekonomisë globale. Ne jemi ende duke vlerësuar implikimet makroekonomike të masave të shpallura për tarifat, por ato përfaqësojnë qartësisht një rrezik të rëndësishëm në perspektivën globale, në një kohë rritjeje të ngadaltë. Është e rëndësishme të shmangen hapat që mund të dëmtojnë më tej ekonominë botërore. Ne u bëjmë thirrje Shteteve të Bashkuara dhe partnerëve të saj tregtar të punojnë në mënyrë konstruktive për të zgjidhur tensionet tregtare dhe për të reduktuar pasigurinë. Deklarata vjen nga drejtoresha e FMN-s Kristalina Georgieva. Sipas saj, rezultatet do të bëhen publike në raportin e përditësimit të perspektivës ekonomike botërore. Ne do të ndajmë rezultatet e vlerësimit tonë në perspektivën ekonomike botërore, e cila do të publikohet në kohën e takimeve pranverore të Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe Bankës Botërore më vonë këtë muaj. Fondi Monetar Ndërkombëtar në muajin janar e rriti vlerësimin e saj të rritjes ekonomike globale për vitin 2025 në 3.3%. Nga 3.2% në vlerësimin e saj të mëparshëm në tetor. Rezultatet që pritet të dalin në raportin e perspektivës ekonomike globale pritet të japin një pasqyrë më të qartë se sa do të jetë ndikimi në ekonominë globale të këtyre tarifave.